shkoj me postimin e radhës sot ku keni thënë kështu, mundohu me Allahun të jesh një rob i mirë dhe çdo herë në jetë ruaje këtë dëshirë, ndërsa fjalët e njerëzve leri si gjethet në erë, se për të gjithë s'mund të jesh i mirë asnjëherë. Kjo është shumë e vërtetë. Se një knaus me njerëzit. Po. Këtu i kemi të dy aspekte. Të dikush që synon kënaqësinë e Allahut, edhe dikush që synon kënaqësinë e njerëzve. Ta synosh kënaqësinë e Allahut, ky është qëllimi kryesor, është qëllim i cili vlen dhe është qëllim i cili arrihet. Domethënë këto aspekte. Ta synosh kënaqësinë e njerëzve është qëllim i cili nuk vlen dhe është qëllim i cili nuk arrihet. A ka arrit dikush? Megjithse normal, por neve duhet të jetë me rëndësi të arrijmë kënaqësinë e Allahut. Po ndonjëherë, jo çdo herë, po në disa raste duke u munduar të arrish kënaqësinë e Allahut, e humb një pjesë të kënaqësisë së njerëzve. Po megjithatë, besimtari e ka qëllim kryesor një gjë, të arrijë kënaqësinë e Allahut. Tash me kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, e ki parasysh hadithin që nëse Allahu dikande e don, pastaj Allah i thot Gjibrilit, o Gjibril, unë e du filanin, duaj edhe ti. Pastaj Gjibrili e porcjellat e te me lajket, e duan me lajket, ajo dashuri zbret në tokë. Po në tokë, këtë njeri e duan krejt? Jo, nuk e duan krejt. Këtë njeri e duan njerëz të mirë. Dhe ti e shes sot sa njerëz ka që ne ndoshta as nuk i kemi taku, as nuk i njohim prej sa afërmi, i njohim prej së largu, ama i duam. Edhe sa njerëz në botë sot i duan muslimanët, një numër i madh i muslimanëve i don njerëz të caktuar. Për çfarë arsye? Ka diçka aty. Ata janë njerëz, ai i cili synon kënaqësinë e Allahut. Ka mundësi që të arrijnë kënaqësinë e Allahut dhe të arrijnë kënaqësinë e njerëzve të mirë. Mirë po, nuk është qëllimi tek kënaqësia e njerëzve, qëllimi është tek kënaqësia e Allahut. Ndërsa fjalët e njerëzve nuk ndalen asnjëherë. Dhe nuk ka dikush i cili e ka arrit kënaqësinë e gjithë njerëzve. Apo nuk ka dikush i cili i ka shpëtuar fjalëve të njerëzve. Dhe ne shohim sot, ti si një figurë, si një hoxh i cili jeton apo mundosh të kontribosh në një popull të vogël. Popull pak në numër për dallim për popujt apo vendet ku kanë miliona e miliona. Megjithse është numri i vogël, në këtë numër pak ti do të gjesh edhe lavdrata, edhe akuza, edhe fjalë, edhe çdo gjë. A mundesh me ik? S'mundesh me ik. Tash ti nëse e lën atë që të takon, atë e cila duhet synot dhe merresh me këtë pjesën tjetër që të mundohesh njerëzve. Tu a bësh shefin, njerëz ti qetësosh, njerëz ti kënaqesh, këtë nuk e arrin asnjëherë. Dhe në fund çfarë? Dhe në fund fjalët atyre lej si gjethet në erë. Komplet, le ti merr era, le të ecin. Para një viti ka pas tjera fjalë, para 5 viteve ka pas tjera fjalë, fjalët vazhdojnë. Ti syno rrugën tënde. Dhe kjo është mënyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë njeriu më i mirë, jo i këtij ummeti, njeriu më i mirë që ka jetuar ndonjëherë. Njeri më të mirë në dunja, njerëzimi s'ka pa. Dhe njeri më të mirë nuk ka. Ai ka shpëtu? Ai ka shpëtu fjalëve të njerëzve? Jo. Nuk i ka shpëtu fjalëve të njerëzve. Edhe atë, dhe kjo të ngushëllon, dhe kjo ta lehtëson, por derisa është akuzu ose është fajsu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka mbetet për tjerët? Fjalët e njerëzve nuk janë ndal edhe kundër atij. Ndërsa një poet arab ka thonë: "Wallahi law sahiba al-insanu Jibrila lam yaslam al-mar'u min qala wa min qila." Pashallah, njeriu me pas shok Gjibrilin a.s. Prap s'ka me shpëtu prej fjalëve të njerëzve. Me kanë rinë ti, me Gjibrilin a.s. Më thonë ti e mo, po njeriu më i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas kontakt me Gjibrilin a.s. Megjithatë, nuk ka shpëtu prej fjalëve të njerëzve. Njerëz jo që nuk kanë fol për të tjerët, jo që nuk kanë fol për pejgamber të Allahut, njerëzit janë ata që kanë shpif edhe për Allahun. Çka mbetet? Njerëz kanë shpif për krijuesin. Njerëz kanë thonë që Allahu ka fëmijë, Allahu ka bashorte. Njerëz i kanë përshkruajt Allahut azza wa jall cilësi të mangëta, cilësi që ndoshta në disa raste nuk ju përshkruan edhe njerëzve. Njerëz kanë fol kundër Allahut. Pas krejt kësaj, njeriu do të pret që mos flasin për te, njerëz do të flasin. Po nuk është problemi se njerëz do të flasin. Problemi është kur ne ju kushtojmë shumë rëndësi fjalëve të atyre.
Dhe sot e shohim ne sa akuza kanë edhe hoxhallarët. Sa akuza kanë. Çështja e kombit, çështja e dheut, çështja e flamurit, çështja e kësaj tjetrës dhe lloj akuza. Nga ata të cilët janë kundër islamit dhe paraqiten pastaj kundër hoxhallarëve, atyre na e dim, atyre ju pengon feja e Allahut azza wa jall. Nuk ju pengojmë ne si njerëz, se ne si njerëz mos me qenë me këtë thirrje, ne nuk ju pengojmë atyre. Po ju pengon ajo që e bartim. Dhe tash sa fjalë ka pasur, edhe do të ketë, kjo nuk guxon që neve të na ban të ndalemi apo të dëshprohemi apo edhe t'ju kushtojmë aq rëndësi atyre. Le të flasin. Ata le të flasin. Ata vëmë punën do të flasim. Ne do të flasim. Ata le të flasin. Po ata flasin kot. Edhe ne do të flasim. Ama ne do të flasim tjetër gjë. Ne nuk do të merrem. Ne do të flasim atë që thot Allahu, atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah i shpërblet të që keni këshill personale për muzikë kur e nisja podcastit. Be shumë komente kish. Kish edhe lavdot Allah i shpërblet, po kish edhe fyrje shumë privat në TikTok, sen unë si jam mësu, jo xhallarët janë mësu, keni dorë s'keni moti, po unë si jam mësu dhe unë nervozoj jam fillim, po mëse me kalimin e kohës i lash, edhe hajde vazhdo. Patjetër. Mirë, po edhe diçka që kam ngushllon edhe po të pyes kështu direkt, a është e vërtet? Ngushllon në fakt që këto që na fyn në Facebook, në TikTok, në Instagram, ditën e gjykimit. A do të llogaritën për fyrjet e tyre që na i kanë bënë? A do të na i marrin gjunahet? Po sigurisht. Është interesant tash ne kur flasim edhe për pjesën të cilët besojnë, po edhe për pjesën të cilët fyjnë edhe ofendojnë. Tash ne kur flasim qëllimi jo nuk është hakmiremi. Absolutisht. Se neve na vjen keq atë besohet, a nuk të besohet, a di në sa raste më vjen keq për njerëz të cilët janë kundër islamit. Po. Hajde, se ne jetojmë është pjesa e Europës, janë vendet që ka një pjesë të konsiderueshme që nuk janë musliman. A din sa raste më vjen keq? Kupton? Po. Pse? Po mendoj që një pjesë e madhe nuk e njohin islamin. Nuk janë të ditë që kanë të bëjnë. Din islamin. Nuk e kanë parasysh. Dhe ata mendojnë që tash me ato ofendime janë kot, nuk vlen, ofendimet janë me mira vet, po islami nuk është ndal asnjëherë. Islami nuk është shujt asnjëherë. Edhe në këto troje, islami ka qenë, islami vazhdon, jo që vazhdon, islami forcohet, islami shtohet, islami sidomos në këtë kohë, po unë nuk e di, po besoj edhe më të vjetrit, nëse ju bëjmë pyetje, nuk din ndonjë kohë që ka pas të ri të interesuar më shumë se në këtë kohë. Nuk dim. Dhe kjo është në aspektin e numrit, po qoftë edhe në aspekte tjera. Nëse i sheh interesimin e madh të trive edhe të rejave për xhami, për din, për Kur'an, për interesim për çështjet e fesë, e sheh që interesimi është i madh. Kjo t'jap me kuptu që Islami ec, Islami vazhdon, Islami forcohet me ata ose pa ata. Po çfarë? Neve na vjen keq. Edhe për krejt ata se do të vijë momenti do dalim para Allahut azza wa jall. Dhe në këtë rast ju themi atyre edhe të gjithë atyre të tjerëve që janë kundër islamit edhe flasin, edhe shpifjen, edhe akuzojnë. Merrni mësim. Merrni mësim prej tjerëve para se të bëhet vonë. Se ju keni nevojë. Vjen momenti që bëhet vonë. Armiku më i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Abu Jahli. Armik më i madh në Mekë, i cili ka torturuar, e ka maltretuar, e ka qenë kundër atyre besimtarëve të dobët. Në fund, përfundoi ai dhe përfundon ata. Ata kanë qenë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam plancin e devës ja kanë hudhur mbi kokë. Mirë, u kry. Ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ku është Abu Jahli? Ata kanë qenë që e kanë përgjak Abdullah ibn Mesudin. Vdiqën të dytë, a kanë vdek të dytë? Të dy kanë vdek, edhe Abu Jahli, edhe Abdullah ibn Mesudi. Edhe Abu Lehebi, edhe Abu Bekri, krejt kanë vdek. Mirë, po ku janë? A ke dëgju dikan deri sot që e lavdron Abu Jahlin? A ke dëgju dikan që e lavdron Abu Lehebin? Por kundrazi, gjithë ummeti islam edhe në namazet e tyre e lexojnë tabbet yada Abi Lehabin wa tab. Ju po shtrofshin duart, qoftin në çmuar kush? Abu Lehebi, dhe ashtu qoftë. Për çfarë arsye? Për zullumin. E tash ka një pjesë e njerëzve këta të dobët. Abu Lehebi ka qenë pozit, Abu Jahli ka qenë njeri i nivelit të lartë, të atij vendi, të atij populli. Ti i dobët. Ti nuk ke asnjë lloj pozite, asnjë lloj fuqie, asnjë lloj argumenti, asnjë lloj gjëje.
Me çfarë mundohet me një Koment. status? Miskin. Mundohet TikTok atje me shpif ndonjë gjë. Mundohet me ndajt ndonjë video na e shohim ndonjëherë, shohim ti ke fol 50 minuta, ai ndon 2 minuta, mundohet ty me ta bën një. Këta janë kurtha dopta. Janë lojra të thjeshta të iblisit. Kjo është ajo pal e dobët e mangot. A ju kushtohet rëndësi? Ju kushtohet rëndësi më shumë për atë aspektin që argumentet e Islamit janë shumë, ju jeni të dobët. Se jo që luajnë ndonjë rol, nga se roli më i madh është roli i karvanit i cili ecë dhe nuk ndalet dhe vazhdimisht ngarkohet me ata që e duan Kur'anin edhe Sunetin. Elhamdulillah, ata të cilët kanë gabuar, bëjrëm. Dera është hapur. Dera është hapur për udhëzim, për pendim, për përmirësim deri kur? Deri para se të vjen vdekja. Në momentin që vjen vdekja, përfundon çdo gjë. Alhamdulillah.